palestinez i cili është miratuar me datë 16 të këtij muaji në Egjipt, pra palët janë palët palestineze, të gjitha fraksionet, të gjitha grupet palestineze që pretendojnë përbërje politike në Palestinë, pra duke përfshirë që nga autoriteti palestinez, Hamasi, një lloj qeverie që do të qeverisë, kanë rënë dakord, janë mbledhur pothuajse për 3 muaj, mbledhur në Egjipt dhe me datë 16 rënë dakord dhe kanë miratuar një bord teknokrat i cili do të qeverisi Gazën ditamdit, pra do ta mbajë ditamdit për punë të përditshme. Është bërë me teknokrat, pra me inxhinier, me jurist, me njerëz të tillë të cilët nuk kanë pasur kryesisht afiliacione politike më përpara. Pra. Ka qenë kjo baza kryesore e atij bordit, që është shkruar dhe ky bord paqe i Trumpit do të mbështesi këtë bordin e Gazës. Pra për menaxhimin e situatës në Gazë. Komitetin ekzekutiv që ishte. Ta themi po, komitetin ekzekutiv, cilin ata e kanë miratuar tashmë. Dhe problemi i kësaj është që në një aspekt nuk e zëvendëson Kombët e Bashkuara, por në një aspekt zëvendëson disa, pra nuk ka të përcaktuar atë që kjo bën punën e Kombëve të Bashkuara. Kjo nuk ka në këtë që me futjen e këtij bordi nuk do të ketë në organizatat Kombëve të Bashkuara në Gaza. Por ama veprimtaria e këtij bordi, duke qenë se në këtë bord Trumpi ka vënë veten si mbret, pra ka krijuar atë mbretrinë e tij feudale, tipik mbretrinë e tij feudale. Pra kemi të bëjmë me një bordi pasion një mbretëri feudale ku Trumpi është mbreti, Trumpi vendos se kush hyn në bord, Trumpi vendos se kush del në bord, ai vendos kur duhet dali, kur duhet hy dikush në bord, kur duhet bëhet antar permanent, kush duhet bëhet antar jo permanent i bordit. Ai vendos sa duhet paguash në bord, sa duhet lësh në bord, sa s'duhet paguash në bord. Pra çdo lloj dhe plus ka edhe një përcaktuar që çdo lloj veprimtarie politike e bordit, çdo lloj gjëje që merr bordi, çdo lloj letra që miraton bordin nuk mund të miratohet, nuk mund të publikohet pa miratimin e kryetarit. Dhe ka përcaktuar që kryetari nuk mund të lirohet nga detyra, pra kryetari i këtij bordi që është Trumpi, vetëm kur tiki vet, ose kur t'jeti pamundur, domethënë kur të vdesi. Pra askush nuk mund ta rrëzojë këtë nga bordi, as mund ta heqë kush këtë nga bordi. Pra thjesht e ka bërë një organizatë ndërkombëtare, është ndërkombëtare sepse ka përbërje ndërkombëtare në këtë tashmë ai ka çuar ftesën shumë vendeve ndërmjet tyre edhe qeverisë shqiptare dhe qeveria shqiptare ka vendosur që të jetë pjesë e këtij bordi në mënyrë permanente. Por Trumpi ka përcaktuar që ti je pjesë e këtij bordi në mënyrë permanente duhet paguash $1 miliard. Për vitin e parë. Është e përcaktuar qartësisht. Për vitin e parë, kush dëshiron të jetë antar permanent i këtij bordi do paguaj $1 miliard. Ndërkohë që buxheti i Republikës së Shqipërisë është $10 miliard, i miratuar për vitin 2026. $1 miliard bie 10% të buxhetit të Republikës së Shqipërisë të shkojnë në xhepat e Trumpit. Po $1 miliard në vit është kjo apo $1 miliard vetëm në vitin e parë? Jo, në vitin e parë, ata që duan të jenë antar permanent e përcakton qartësisht duhet të paguajnë $1 miliard vitin e parë. Vitin e dytë pastaj do e përcaktojë Trumpi sa do paguani vitin e dytë, vitin e tretë, vitin e katërt, pra është ai që përcakton buxhetin. Ai që përcakton portofolin. Prandaj edhe funksionon si një mbretëri ku mbreti i ndron rregullat si pra është tipik, ka krijuar një organizatë. Po të paktën kjo funksionon, po OKB-ja ka prej disa vitesh që as nuk zgjidh, as nuk parandalon. Atëherë kjo nuk funksionon fare, kjo është një organizatë. Edhe pse kanë nxjerr, fjala vjen Putinin, e ka shpallur, le të themi, qoftë edhe Netanyahu, i ka shpallur të dy të paktën gjykata pranë OKB-s kanë nxjerrë mandat arresti. Gjykata pranë OKB-s është një gjykatë OKB-s. Gjykata OKB-s nuk ka të bëjë me Këshillin e Sigurimit të OKB-s, pra janë dy gjëra të ndryshme, të mos i ngatarrojmë, sepse krijohet ideja sikur OKB-ja është ajo që ka vendosur këtë, dhe ndërkohë që Rusia është antare e Këshillit të Sigurimit me drejta të plota, pra e përhershme, pra. Janë dy gjëra të ndryshme. Gjykata është komplet tjetër. Kombët e Bashkuara. Ideja është që janë institucione që nuk po zgjidhin. Kombët e Bashkuara janë institucione të cilat nuk bëjnë detyrimin me forcë, pra kanë një vendim që po bëhet me vendim të Këshillit të Sigurimit kur bëhet detyrimi me forcë, pra kur gjërat detyrohen të bëhen me forcë, ka ndodhur disa raste dhe ato obligojnë shtetet pjesëmarrëse në to që të çojnë forca ushtarake për të bërë këtë implementimin e asaj që ka vendosur me forcë, por kryesore Kombët e Bashkuara nuk funksionojnë në bazë. Kombët e Bashkuara funksionojnë kryesisht mbi bazën e mbikëqyrjes dhe mbi bazën e pranimit të vendimit. Dhe deri më sot Kombët e Bashkuara në Palestinë kanë funksionuar, kanë qenë ato të cilat kanë mbajtur gjallë me financimin e tyre njerëzit me bukë, kanë mbajtur gjallë energjinë elektrike, kanë mbajtur gjallë shkollat me pagesë,
Pra nuk janë mbajtur kusht tjetër gjallë, janë Kombet e Bashkuara dhe këto organizata, Kombet e Bashkuara duke qenë se evidentuan genocidin, pastrimin etnik dhe fashizmin e shtetit fashist Izraelit ndaj popullatës të pambrojtur civile në Gaza, popullatës palestineze, tashmë këto organizata u konsideruan organizata të jashtëligjshme në Izrael. Dhe Izraeli i përzuri, një pjesë tyre edhe Amerika i ka konsideruar tilla. Dhe për këtë arsye, kjo u bë për të mbuluar genocidin e Izraelit, pra sepse po vërtetoi 100% genocidi, terrori dhe fashizmi i shtetit Izraelit në bashkëpunim me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe gjithë NATO-n së bashku, kundër një popullsie të pafajshme, autoktone në vendin e tyre. Jo, ajo që po ajo çfarë Trump do të bëj, nuk ka të bëjë me zëvendësimin e kësaj, ka të bëjë me largimin e kësaj dhe legjitimimin e këtij genocidi dhe këtij pastrimi etnik i cili do të vazhdojë nëpërmjet kësaj organizate. Sepse kjo organizatë jep të drejtën Trumpit që në mënyrë ndërkombëtare të marrë toka, të blej toka, të posedoj toka. Pra, ato çfarë Trumpi tha që do ta ndërtojë atë, ai do ta ndërtojë këtë rivierën atje. Nëpërmjet këtij bordi do ta ndërtojë këtë rivierën, sepse palestinezët do të largohen nga territori atje. Dhe për të larguar do përdoren të gjitha metodat dhe mënyra siç po vazhdon. Aktualisht palestinezët po largohen atje me grupe të vogla, me avion të paregjistruar, po fluturojnë drejt vendeve të Afrikës. Pra po i çojnë atje. Dhe për këtë arsye tashmë është një plan i mirëfillt kjo, në cilin janë bashkë dhe Bashkuara e Amerikës, Izraeli, Turqia, Egjipti, gjitha vendet e tjera duan t'i largojnë palestinezët, po jo në vendet e të mos i largojnë drejt Sirisë, drejt Jordanisë, drejt Egjiptit, sepse atje pastaj ato do shkaktojnë probleme dhe rrëzojnë qeveritë atyre vendeve të cilat janë qeveri vasale të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe kryesisht janë vasale ndaj Izraelit, por duhet të largohen nëpër vende të tjera të cilat nuk i prishin punë Izraelit dhe Amerikës. Dhe ndërtojnë edhe Republika e Shqipërisë. Për këtë arsye është bërë edhe marrëveshja e vendimit që Turqia i ka dhuruar Shqipërisë një aeroplan, i cili përdorej nga një aeroplan civil, i cili përdorej më parë nga Air Albania me 150-160 pasagerë, vende pasagerësh, dhe ky aeroplan nuk është regjistruar si aeroplan civil i Republikës së Shqipërisë, po i është dhënë si pronë Ministrisë të Mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë. Ministria e Mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë në të gjithë kushtetutët e Republikës së Shqipërisë e ka të ndaluar të kryejë veprimtari civile me mjetet e saj ushtarake. Pra në këtë moment aeroplani, pavarësisht se është për fluturime civile, është konsideruar mjet ushtarak. Dhe është bërë kjo në mënyrë që ky aeroplan të përdoret nesër për këto fluturime të këtyre palestinezëve si veprimtari ushtarake, në mënyrë të kur e përdor si veprimtari ushtarake nuk e regjistron në asnjë vend këtë fluturimin dhe nuk jep llogari askujt sepse është sekret ushtarak, fluturimet ushtarake. Dhe nuk jep llogari askujt se kur hyn, ku dalin, ku shkon ky avion dhe çfarë sjell ky avion dhe çfarë çon ky avion. Pra gjitha kjo është një plan i mirë organizuar, i pirë menduar, në cilin është futur edhe Shqipëria si pjesë e këtij grupi fashist të kësaj veprimtarie antinjerëzore në Gazë. Netanyahu nuk e ka pranuar dritan, në Davos do jetë vetëm presidenti Herzog, Netanyahu nuk do marr pjesë. Sepse Netanyahu nuk marr, pra ne duhet kuptoni një gjë, Netanyahu nuk mund të marrë pjesë në Davos, Netanyahu është një person në kërkim ndërkombëtar. Dhe që të shkojë Netanyahu në Davos, duhet në radhë parë të jepet miratimi për të kaluar me avion mbi disa hapësirë ajrore të Evropës. Dhe disa vendet e Evropës nuk e lëshojnë atë hapësirë fluturimi, kështu që ai nuk mund të shkojë atje. Pra duke qenë se nuk mund të shkojë atje, për të mëluar të që është një person në kërkim ndërkombëtar, pra një kriminal lufte. Dhe që njerëzit mos të merren që ky është një kriminal lufte, Netanyahu bëjnë këtë sepse problemi është të kontrollosh informacionin. Kush kontrollon informacionin fiton luftën. Aktualisht informacionin në perëndim e kontrollojnë zionistët, pra anglozionistët, fashizmi anglozionist, dhe ata e bëjnë këtë nëpërmjet narrativave që krijojnë. Dhe kjo është narrativa që ata krijojnë, që hedhin këtë që ne nuk e pranojmë këtë dhe Netanyahu për shkak se pranon këtë nuk shkon këtë. Jo, po nuk ka të bëjë sepse kur di shkon presidenti i një vendi, automatikisht pra ti e ke pranuar këtë. Në momentin që shkon presidenti ti e ke pranuar sepse në fund të fundit është presidenti ai që firmos. Argumenti që përdoret është që Netanyahu është kundër prezencës së Turqisë. Ajo është një lojë midis Turqisë, Amerikës dhe Izraelit, dhe po bëhet një lojë e ndyrë dhe poshtër, dhe turqit po losin në këtë lojë në shërbim të Izraelit, ashtu siç kanë bërë në 2 vjet genocidin në Gaza që ndihmuan Izraelin, nuk lanë çdo lloj ndihme të mundshme i dhanë Izraelit, pra vetëm se nuk i dhanë armatime. Vetëm ajo mbeti pa ju dhënë, gjithë pjesën tjetër ja dhanë. Dhe tashmë po bëhet loja për të krijuar idenë te Hamasi që turqit janë kundër izraelitëve dhe nesër turqit të bashkëpunojnë me izraelitët dhe turqit arrin të mësojnë ku janë tunelet, ku është armatimi, ku qëndrojnë komandantët dhe këto të dhënat ju japin izraelitëve sepse në bordin e paqet nuk ka asnjë gjë që ndalon Izraelin të sulmojë vendodhjen e armatimit ose të grupeve të armatosura të tjera në Gaza. Pra në çdo kohë, edhe pse ky bord ekziston, edhe pse ky port mund vendoset nesër,
sërish Izraelit ka të drejtën të sulmojë në çdo kohë dhe paralel me këtë bord do të vendoset edhe një forcë armatosur. Fatmirësisht në miratimin që ju bë këtij bordi sipas rezolutës 2803, kjo forcë armatosur nuk do të jetë pjesë e këtij bordi. Pra kjo forcë armatosur nuk do të menaxhohet dhe monitorohet nga ky bord, por do të menaxhohet dhe monitorohet nga Kombet e Bashkuara. Sepse fatkeqësisht i kishte dhënë Trumpit edhe këtë një ushtri private të thjen, pra do ishte Bërnami. Dhe kjo forcë armatosur që duhet të shkojë nga disa vende të ndryshme që duan të marrin pjesë në këtë, sepse do të jetë forcë në kuadër të OKB-s. Nuk ka asgjë të përcaktuar, pra cili është, sepse ti që për të çosh një forcë, më parë duhet të përcaktosh qëllimin e kësaj force. Pra cilat janë qëllimet dhe detyrat e kësaj force. Nuk ka asnjë detyrë as qëllim. Pra në rast se nesër fillojnë luftimet midis Hamasit dhe Izraelit. Cila është detyra e kësaj force? Nuk ka asgjë të përcaktuar, nuk ka asgjë të shkruar, nuk ka asgjë që thotë çfarë do bëjnë tani në rast se mbesin midis këtij zjarri. Çfarë do ndodhë me këta? Do sulmojnë Izraelin apo do sulmojnë Hamasin? Apo do të rriqen? Pra, është gjithçka e paqartë dhe gjithçka po bëhet vetëm në shërbim. Dhe loja që bëhet me Turqinë është që Turqia të bëhet partneri besueshëm i Hamasit, në aspekt që të krijohet ideja se këta janë kundër Izraelit dhe këtyre ju besojnë pafundësisht. Dhe në moment që këtyre ju besojnë pafundësisht, këta pastaj vazhdojnë avazin e vjetër që kanë dhënë që të shesin gjithnjë për hatër të Izraelit dhe për hatër të Amerikës. A mund të përdoret ky bord paqe dritan për zgjidhur situatën në Ukrainë, fjala vjen që është vatra e dytë. Nuk besoj që do përdoret për të shitur duke qenë se është ftuar dhe Putini Kina e ka pranuar, e ka pranuar ftesën e Trumpit. Për ta pranuar e kanë pranuar edhe turqit, edhe rusët. Pra si ftesë e kanë pranuar. Po do marrin pjesë apo s'do marrin pjesë, të dyja palët që do ta studiojmë. Jo, Kina ka të paktën unë duhet ta kem aty, Kina ka pranuar që ja ku jemi, has been invited. Kina bashkohet me është ftuar, po. Pra shfaim, po. Të dyja palët janë ftuar dhe të dyja palët kanë thënë publikisht që ftesën e kemi marrë. Po. Dhe do ta shqyrtojmë. Kjo është një mënyrë diplomatike për të thënë që neve nuk marrim pjesë në të. Pra po jemi at resolving global conflicts. E di pse them dritan, sepse ka një gjë, vendimet në këtë, se unë e lexova pak a shumë edhe atë draft statutin e kësaj organizate, po themi, vendimet merren me shumicë të thjeshtë. Pra, nëse fjala vjen te Këshilli i Sigurimit, bëhet pengesë vetoja e një shteti, në këtë kontekstin e ri dhe në këtë organizatën e re, vendimet merren me shumicë thjeshtë. Po ka një gjë kjo. Ose thuhet jo. Po ka një gjë, e ke lexuar, po duhet të kishe lexuar edhe një pikë e cila është më poshtë. Edhe thotë që pavarësisht se vendimet mund merren me shumicë të thjeshtë, pra çdo antar ka një vot, në fund kryetari i bordit, i cili është mbreti, pra Trumpi, mund ta rrëzojë vendimin edhe vendos ai. Pra e prish vendimin ai. Pra ai ka të drejtën ta prishë vendimin e gjithë antarëve, edhe kur ai është unanim. Dakor. Ore, kjo është ekskluzive Trumpit jam me ty. Po themi që po unë po them që kjo nuk e zëvendëson në këtë mënyrë nuk e zëvendëson në OKB. Pra është e njëjta gjë. Pra edhe në OKB del një antar edhe nuk ta miraton dhe nuk miratohet, edhe këtu ti ke kryetarin i cili nuk ta miraton dhe nuk miratohet. Pra sërish jemi e njëjta gjë, vetëm sa quhet OKB, kjo quhet bordi i Trumpit. Kryetari këtu është vetëm SBA-ja, kurse te OKB-ja kemi te Këshilli i Sigurimit, pas interesa, po bota nuk është vetëm Amerikë. Jo, dakord, jam dakord, po unë po them që apo shkojmë drejt. Jo, nuk po shkojmë drejt, sepse fakti që unë nuk mendoj që rusët dhe kinezët do pranojnë të hyjnë të jenë në diktatin e Trump, pra Trumpi do t'i tregojë me këtë gjithë botën se ka bërë në këtë mënyrë që nëse ti pranon, pra unë jam të gjithë pranojnë në diktatin tim. Pra shifë edhe kinezët janë nën mua edhe rusët janë nën mua. Unë nuk besoj që rusët ta hanë këtë. Edhe kinezët që të futen në diktatin e Trumpit, pra që ky të vendosi për gjithçka dhe t'i bëj ata të pavlerë. Sepse në këtë mënyrë se ky bord po mundohet të mundi këtë multipolaritetin. Për këtë arsye dhe është krijuar, sepse duke i futur të gjithë në këtë bord, edhe kinezët dhe rusët, pra gjithë ata që mendojnë kundra dhe janë kundra unipolaritetit, automatikisht në momentin që këta hyjnë, atëherë ky multipolariteti për cilin ata po luftojnë, për cilin ata po derdhin gjak rusët në Ukrainë, rikthehemi në unipolaritet. Prandaj them që nuk ndodh. Pra kjo është hilja e Trumpit. Prandaj them quaj bord mashtrues. Ky bordi është mashtrues për të mashtruar që multipolaritetin ta kthejmë brenda natës në unipolaritet. Dhe ti s'ke çfarë në moment që të hyn dhe pranon vetë të mbikryesh Shtetet Bashkuara të Amerikës, atëherë sërish jemi gjithë botën Shtetet Bashkuara të Amerikës.
Dakor, Dritan, pra nuk do të mendon se kjo mund të ketë fuqi nesër tek Unë nuk mendoj që do të ketë fuqi, do të merret Rusisë dhe Ukrainës. Jo, nuk besoj që do të ketë fuqi midis Rusisë dhe Ukrainës, nuk do të ashtu sepse nuk ka se si të ketë fuqi për sa kohë ata nuk janë anëtarë të bordit, pra në rast se rusët dhe kinezët ose të themi vetëm rusët, por flasim për Ukrainën, rusët nuk pranojnë që të jenë anëtarë të bordit. Plus kemi edhe vende të tjera të Bashkimit Evropian, të cilat nuk kanë pranuar të jenë anëtarë të bordit, e para është Franca, e cila ka deklaruar qartësisht që nuk pranojnë të jemi anëtarë të bordit, është Polonia, e dyta, dhe mos harrojmë që Polonia është kryesore në çështjen e Ukrainës. Pra pavarësisht të dyre të pathelbësore dhe Polonia, biles Donald Tusk bëri një deklaratë dje shumë interesante dhe shumë domethënëse duke thënë që Polonia nuk pranon të bëhet pjesë e planeve të dyshimta dhe të planeve të jo transparente të dikujt tjetër. Sepse bën këtë, sepse polakët kanë një histori shumë të thjeshtë. Polakët janë i vetmi vend gjatë luftës së dytë botërore ku gjermanët nuk arritën të bënin dot asnjë bashkëpunëtor. Për 4 vjet, gjermanët në luftën e dytë botërore në Poloni nuk arritën të bënin asnjë bashkëpunëtor të nazizmit. Zero. Asnjë. Zero. Interesant. Pra, polakët e kanë këtë krenari dhe për shkak se sot ata nuk pranojnë që të bëhen lojë e nazizmit të ri anglozionist. Edhe anglozionist, po sigur për plas me Starmerin Trumpi, po. Kjo është për... Jo, me anglozionizmi ka kaluar, shiko, anglozionizmi ka kaluar në Amerika, jo, nuk ka të bëjë me Anglia. Anglia e ka humbur fuqinë e të qenit perandori, s'është më perandori që pas luftës së dytë botërore. Do kthehemi te Britania dhe te Franca. Pra, gjithë ato dhe, plus kemi edhe po dje një deklaratë të hapur për herë të parë ka ndodhur që myftiu i Omanit, pra kryemyftiu i Omanit, po, s'më thënë, i bën deklaratë të hapur publike me shkrim, pra ka lëshuar një deklaratë zyrtare që i thot grupeve të armatosura në Palestinë të mos gënjeheni, thot, ju bëj thirrje që të mos gënjeheni nga fjalët e bukura, të mos gënjeheni nga organizatat e bukura, të mos gënjeheni, thot, nga emrat e bukur, të mos gënjeheni nga fjalët e mira, po të vazhdoni ashtu siç keni bërë deri më sot për të rezistuar për çlirimin e Palestinës dhe për çlirimin e palestinezëve nga pushtimi. Dhe kjo është shumë interesante, sepse për herë të parë kemi, pas 2 viteve, pra s'ka vite, gjatë gjithë luftës, gjatë gjithë kësaj lufte, gjatë gjithë genocidit 2 vjet, asnjë nga shtetet e Gjirit nuk guxoi të kundërshtonte ose të akuzonte Izraelin për genocid me përjashtim të Iranit. Publikisht, hera e parë ndodh kjo. Pra kjo ndodh hera e parë dhe shumë interesante. Si deklaratë zyrtare e Omanit kjo? Jo, mund të merret deklaratë zyrtare. Shiko, të gjithë myftinia atje janë të miratuara nga shteti. Pra, për herë të parë myftinia kemi ne. Pas një myftini tjetër asnjë vendi arab nuk ka pas bërë asnjë deklaratë. Zero deklaratë. Nuk lejoheshin të flitej as nëpër xhamia për çështjet Palestinës. Lërt më të bëj deklaratë. Pra kjo është sinjal, po thua. Pra unë mendoj që kjo është një sinjal i qartë që po jepet, pra nuk po e thot qeveria, po e thot nëpërmjet gojës të këtyre. Pra nuk ka, prandaj them që bordi ka përdasur probleme të mëdha, por do të funksionojë në aspektin burokratik sepse normalisht bordi nuk do të vendoset në Gaza. Bordi ka 2 vendodhje, një është në Egjipt dhe një është në Jordani, pra do të ketë 2 zyra që do të vendosen një atje. Normalisht që të gjithë ta burokratët dhe të gjithë ta automatikisht të gjithë këta do të hynë në këtë bordë, do të nga të gjitha palët politike në rubrikën e Shqipërisë, nga të gjitha anët politike në rubrikën e Shqipërisë, do të shihni një miratim të madh të këtij bordi, do të shihni nëpër media një egzaltim të pamas të këtij bordi dhe që Shqipëria arriti një mas të tillë, pra që paratë e popullit i çojë në xhepat e Trumpit, thjesht për të garantuar edhe disa vjet të tjera qëndrimin e Edramës në pushtet, por atyre s'ju intereson, të gjithë palëve ju intereson që të hynë, se ndoshta kapin në një zyrë, diku ose në një karrige në një zyrë dhe marrin një rrok të majme, pastaj se ç'bëhet punë e madhe, s'ka rëndësi. Dritan, ndërkohë në Iran çfarë ndodhi? Në Iran, gjithë ajo tentativa që kishte ndërtuar për të rrëzuar qeverinë e Iran dështoi totalisht, tashmë nuk ka më asnjë lloj proteste, asnjë lloj gjëje. Por kjo nuk do thotë se në Iran tentativat kanë mbaruar për të rrëzuar qeverinë ose për të bërë. Pra do të vazhdojnë sepse është pjesë e asaj çfarë ka bërë Deep State dhe Trumpi është pjesë e Deep State. Pra pavarësisht se dikujt mund t'i pëlqejë dhe dikush mund të gënjur ashtu si gënjyem edhe unë edhe shumë të tjerë që menduam se Trumpi nuk ishte pjesë